U tha edhe më herët edhe nga prezentimi, por edhe nga diskutimi që bë që një ndër të meritat o vlerësimet pozitive që janë bë nga ona e Komisionit Evropian në raportin e progresit ka qenë pikërisht hartimi i këtyre planeve strategjike që i ka hartuar Këshilli Gjyqësor. Këshilli Gjyqësor gjatë periudhës raportuese ka hartuar këto plane strategjike, siç është plani strategjik për çështje drejtësi, plani strategjik për trajtimin e rasteve të korrupsionit dhe krimit të organizuar, edhe përveç kësaj ka themeluar edhe komisioni për monitorimin dhe zbatimin e këtyre planeve strategjike. Komisioni është i përbërë prej gjyqtarë të Gjykatës Supreme dhe ka pasur një rol aktiv, mund të them, në procesin e mbikëqyrjes dhe monitorimit të zbatimit të këtyre planeve strategjike. Planet strategjike janë të hartuar dhe të dizajnuar në atë formë saqë janë përshkruar detyrat dhe përgjegjësitë e secilit akter brenda sistemit, në përgjykatat duke filluar përgjegjësitë kryetarit të gjykatës, gjyqtarëve mbikëqyrës, udhëheqësve të departamentit dhe administratës, udhëheqësve të administratës, dhe secili në funksionin e tyre, në harmonizim të veprimeve të tyre, ndërmarrjen e veprimeve kanë një rol ku duhet ta ndjekin për të pasur një efikasitet në zbatimin e këtyre planeve strategjike. Ky komision gjatë kësaj periudhe të monitorimit vazhdueshëm ka pas vizita nëpër secilën gjykatë ku është njoftuar nga afër me sfidat që janë ballafaqur gjykatat, gjithsesi gjyqtarët, sepse ne e dimë se secila gjykatë i ka karakteristikat e veta dhe dallojnë njëra prej tjetrës. Nuk mund ta marrim për shembull gjykatën e Prishtinës ku dallojnë karakteristikat dhe sfidat me gjykatën ta marrim shembull në Ferizaj apo në Gjilan. Dhe nga afër aty janë marrë, janë dëgjuar sfidat e asaj gjykate apo ti gjyqtari që ballafaqohet në punën e tij të përditshme. Si sfidë që mund të quaj, mund të them që ekziston në të gjitha gjykatat e Republikës Kosovës është numri i madh i lëndëve në ardhje dhe atyre që janë në backlog apo lëndë të vjetra të grumbulluara ndër vite. Planet strategjike i kanë dhënë një fokus të veçantë lëndëve të vjetra dhe kuadër të këtyre planeve si lëndë e vjetër konsiderohet dhe trajtohet lënda më e vjetër se 2 vite dhe lëndet që janë të prioritizuara si lëndë që duhet të trajtohen me urgjencë. Nga viti 2021 deri tani sistemi gjyqësor dhe gjitha gjykatat e vendit janë përballuar me një fluks të madh të lëndëve të pranuara, e tha edhe Ylli që kemi një numër të madh lëndë dikon mbi 250 milion dhe numri më i madh i këtyre lëndëve është i atyre që kanë të bëjnë me kontratat kolektive, që kanë stërngarkuar sistemin gjyqësor dhe administratën e sistemit gjyqësor, që për mendimin tim dhe ato lëndë nuk do duhet të vinin fare në gjykatë, pasi që duhet të jepnin zgjidhje jashtë gjykatës, ashtu siç janë edhe ato detyrimet kontraktuale që kanë pasur institucionet, këtë rast organizatat sindikale me qeverinë. Ky numër i madh i lëndëve ka reflektuar edhe tek sistemi gjyqësor ku ne si gjykata është dashur që të marrim në një organizim të veçantë kuadër të zbatimit të këtyre planeve, përveç planeve të punës, kemi hartuar edhe planet e veprimit të zbatimit të planeve strategjike që janë të hartuara nga Këshilli Gjyqësor dhe vazhdimisht këto monitorohen. Megjithatë, mund të them që 2 vitet e fundit sistemi gjyqësor ka pasur një efikasitet të theksuar në trajtimin e lëndëve, ku mund të them që viti 2023 dhe viti 2024 i kanë dhënë një rezultat të suksesshëm efikasitetit dhe përqindjes normës së pastrimit të lëndëve, ku secila gjykatë që ka performuar ka qenë në nivelin mbi 100% në lëmin civile të trajtimit të lëndëve, por më them që ne kemi qenë të fokusuar në
në dy aspekte, do thotë, si gjykatat, edhe trajtimin, do thotë, lëndëve në karakterin sasior, do thotë që të zgjidhen sa më shumë lëndë, kuptim që të kemi një efikasitet përqindje apo statistikat mira, raportet paraqitura para publikut. Gjithashtu, dhe aspekti tjetër, aspekti cilësor, që është dashur që përveç asaj që ne kemi, domethënë, vendime serike, siç kanë qenë vendimet e këtyre kontratave kolektive, të kemi edhe vendime gjyqësore tamam analitike, të arsyetuara mirë, pasi që edhe nga të gjeturat edhe raportet monitoruese si vendore, si ndërkombëtare, ka, do thotë, vrejtje për vendime jo mirë të arsyetuara dhe jo cilësore. Këshilli Gjyqësor i Kosovës tani, do thotë, këtij aspekti, do thotë, të zgjidhjes lëndëve i ka dhënë një prioritet, sidomos Gjykata Supreme e Kosovës, ku me takime dhe disa udhëzime që i kanë nxjerrë në bashkëpunim edhe me gjyqtarët e Shkollës së Gjykatës së Apelit, i kanë dhënë, do thotë, përgjigje mënyrës së zgjidhjes së lëndëve, sidomos të këtyre kontratave kolektive, ku një numër i madh i lëndëve janë përfunduar, domethënë, jashtë seancave gjyqësore, ku kanë kursyer kohën e gjyqtarëve për të hyrë në seancat gjyqësore, në mënyrë që fokusi apo koha e gjyqtarëve të jetë më shumë e orientuar dhe e rezervuar për shqyrtime gjyqësore, duke i dhënë hapësirë më shumë, do thotë, këtij kriteri apo cilësor. U përmend edhe politika ndëshkimore. Edhe politika ndëshkimore, do thotë, e përcjell, do thotë, vazhdimisht vit pas viti, do thotë, edhe kritikat, edhe vrejtjet, edhe gjitha ato të gjetura që përcillen në raportet, edhe në raportin e fundit tani. Mund të them që harmonizimi i politikës ndëshkimore është një ndër prioritetet e sistemit gjyqësor, sidomos Gjykatës Supreme në këtë rast, edhe Këshilli Gjyqësor të Kosovës. Ne dim që vitin e kaluar, nëntor vitit kaluar, veç është lansuar udhëzuesi për matin e dënimit, i cili e ka shfuqizuar udhëzuesin paraprak për politikën ndëshkimore, i cili edhe përkundër asaj që nuk e ka një karakter detyrues, prapse prap është një mjet i cili i shërben dhe i ndihmon gjyqtarëve për të dhënë vendime dhe për të unifikuar praktikat dhe politikat ndëshkimore. Dim që politika ndëshkimore jo unike, jo uniforme, kemë edhe pabarazi, domethënë mes palëve, sepse ndikon në humbjen e besimit qytetarëve. Nëse një vendim gjyqësor ndallon edhe brenda vetë një gjykate, lema brenda gjykatave të tjera, përshtypja e publikut këtu është, zbehet edhe besimi i publikut. Në këtë mënyrë, Gjykata Supreme në bikëshyrje, në ndheqjen e kryetarit Gjykatës Supreme ka organizuar, do thotë, takime me secilën gjykat, ku është diskutuar gjetja e mënyrave dhe shpjegimeve që ka udhëzuesi për matin e dënimeve, në mënyrë që ky udhëzues që është shumë praktik për përdorim, të jetë sa më i aplikueshëm nga gjyqtarët, për shkak se ne dim që nëse kemi politikë jo unike, jo uniforme, cenohet parimi i sigurisë juridike. Në ne vendim gjykatës kushtetuese është thënë që nëse kemi politikë jo unike apo vullnet për mos unifikim të politikës ndëshkimore brenda gjykatave të rregullta, atëherë do të cenohej edhe gjykimi i drejtë apo nejnë e 6 për gjykimin i Konventës Evropiane për drejtat njerëzit që ka të bëjmë me gjykimin e drejtë. Për këtë arsye do thotë ne si gjyqtar apo si sistem gjyqësor në përgjithësi
duhet t'i kushtojmë vëmendje dhe prioriteteve ndoshta nuk është politika ndëshkimit, mirë po është në ndër prioritetet që si sistem gjyqësor dhe Këshilli Gjyqësor ka në agjendën e tij apo planit të vet të punës.